Nipi besik beslimit në kost, gruaja e Libor Aliut në kost, tash vllau i Luan Talipit në shitje. Këta po duket që i kanë hyrë këto serioze këto industrie. Apo nini ju në presion që keni me pas punë me këta njerëz kaq të fuqishëm edhe të lidhur me qeverinë e Kosovës. ZRE-ja mendon ju e dini që është institucion i pavarur dhe unë mendoj që kjo pyetje nuk janë për ZRE-n. Ne thash edhe një herë konformizacionin fuqi do të sigurohemi edhe i sigurojmë gjithë qytetarët tonë se do të veprojmë dhe do të jenë të monitoruar secili prej të licencuarve tonë që bën shkelje. Po sa jeni sigurt që mundi me qenë pavarur kur ka njerëz të fuqishëm në tregun e energjisë? Përbes asnjë prej tyre as si kam taku as s'kam dëshirë me i taku në kuptimin që me qenë se ata nuk janë, se me thonë, person direkt që ndërlidhet me punën tonë. Ne, si bordi ZRE-s, stafi i monitoron të licencuan dhe në rast se këta të licencuan nuk veprojmë konform licencës, po e ripërsëris edhe një herë, do i marrim masa konform licencionit fuqi. Kështu, po du me ditë çfarë filtri kemi na si shtet nëse vllau i Luanit vendos me shit rrymën malirë se kesko e keci. A kemi filtra? Secili prej neve që thashë edhe po e ritheksa edhe njerë, secili që i plotson kriteret ligjore për më u licencu, do të licencohet konform licencionit fuqi. Shpjegojmë qytetarëve, kur do me ble rrymë në treg ndërkombëtar, në këtë rast vllau i Luan Talipit, a e qarkullon çat rrymë nëpërmjet kostit, ku është nipi besnik beslimit edhe gruaja e Libor Aliut? Është zyra koordinuese në Podgoricë, e cila bën shitjen përmes ankondeve të gjitha kapacitetet interkonektive për Shqipërinë, për Kosovën, për Maqedoninë, është një zyrë koordinuese në meseli në Podgoricë. Dhe ky proces bëhet në mënyrë transparente, secili prej jush mund të shikon edhe ka qasje në shitjen e këtyre kapaciteteve interkonektive që është në raport me dy. Po veç, a ka informacione të cilat nipi besnik beslimit edhe gruaja e Libor Aliut që janë kost që mund me aldhon kësaj kompanisë? Nuk është këto pyetje, se di pse po insistoni për këtë pyetje, nuk janë këto pyetje për ZRE-n. ZRE-ja edhe një herë po e ritheksoj. Kushdo që do të veproj nuk do të respektoj rregullat në fuqi, ZRE-ja do të marrë masat e duara në këtë proces.